i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte i hapur për të gjithë. Pa marrë parasysh për ata të cilët e admironin, po edhe për ata të cilët nuk e kanë admiru. Prandaj po i kthehemi familjes së tij fisnike dhe prejardhës së tij fisnike, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu, bu'ithtu min khayri quruni bani Adam qarna. Thot Allahu më dërgoi në shekullin më të mirë në mesin e shekujve të bijve të Ademit, hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu fihi, thot kam ardhur në shekullin në kohën kur Allahu e zgjodhi, do të thot zgjedhja e tij ka qenë, sikur e thot ai, në shekullin më të mirë në mesin e shekujve të bijve të Ademit. Në një transmetim tjetër tek Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu e zgjodhi Kananën, domethënë një fis prej bijve të Ismailit. Ismaili i biri Ibrahimit alayhis salam. Do thot pejgamberi alayhis salam në gjenezën e tij dhe në lozën e tij familjare, në kuptimin e lartë, Ibrahimin alayhis salam e ka babgjesh, do thot Allahu më zgjodhi nga Kenane. Kenanën e zgjodhi nga bijtë e Ismailit. Pastaj vazhdon, thot i zgjodhi Kurejshitet nga Kenana. Pastaj i zgjodhi Beni Hashimet prej Kurejshitëve dhe mua më zgjodhi nga Beni Hashim. Do të thot është Hashimi, nga fisi Hashimi, prej fisit Kurejsh, do të thot kjo deg më e vogël e Beni Hashim që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo përzgjedhje hynore nuk kufizohet sikur tham vetëm me profecinë e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, mirë po edhe të gjithë të dërguarit të tjerë, Isaja, Musaja dhe të tjerët ishin të përzgjedhur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo përzgjedhje dhe ky standard përballë profecisë ka të bëjë me gjenezën dhe lozën apo pedigren familjare, sikur e tham të gjithë pejgamberët e Allahut, pa dallim kanë ardhur prej familjeve fisnike. Musaja ka ardhur prej familjes Imran, Isaja alayhis salam ka ardhur prej Mariemës, e cila ishte pikërisht prej kësaj familje bujare dhe fisnike. Do të thotë në këtë aspekt nuk ka mundur askush të pozicionohet si kundërshtar përballë pejgamberëve të Allahut, duke provu me shpreh pakënaqësim përballë prejardhjes dhe familjes së tyre. Do të thonë në këtë aspekt ata kanë qenë të pafuqishëm. Do të thotë nga se Allahu i ka zgjodhur nga familjet më bujare dhe nga familjet më fisnike.